Stërvitit duhet të jenë të njëjta siç kanë qenë dhe gjatë ditëve të tjera të zakonshme, apo duhet t'i paraprin njëjtë identik edhe në muajin e shenjtë Ramazanit. Duke ditë që për shembull në futboll kemi ekipe që sidomos ekipet e nivelit elitar që ushtrojnë 2 herë. Edhe pak a shumë si zakonisht i bëjnë stërvitjet një herë në mëngjes dhe tjetra e cila është afër nga pjesa e masditës. Ka ekipe që ushtrojnë edhe në mbrëmje, por pavarësisht në rast se kanë me ndriçim të reflektorëve. Trajnerët që janë përgjegjës për stërvitjet e futbollistëve, edhe që i caktojnë kohën, edhe sa në ditë duhet ushtrojnë, duhet të kenë parasysh gjatë muajit Ramazanit, duhet të ketë një reduktim jo të madh, por një reduktim të shkurtër të stërvitjeve, apo të paktën, nëse jo reduktim në orë, të bënin stërvitjet më të lehta. Po edhe nëse kjo nuk ka mundësi, të paktën oraret të ndryshon. Çfarë të kuptojnë oraret të ndryshon? Stërvitjet më të preferueshme nëse janë 2 herë në ditë në fazën përgatitore, që në shumicën e rasteve bëhen 2 herë në ditë, stërvitjet më të lehta të bëhen 1 orë, 2 orë para kohës së iftarit. Me qëllim që sportisti pas stërvitjeve të shkojë të mbet shumë pak kohë që të bëj iftar, ta prish, të hidratohet si duhet, të ushqehet si duhet, të rikthejë energjitë e humbura dhe mandej stërvitjet më intensive të le të jenë 2 deri në 3 orë pas kohës së iftarit. Pse 2-3 orë pas kohës së iftarit? Në kohën e iftarit sportisti fillon me hidratim, domethënë me pimen e ujit, pimen e lanxheve, pimen e supës, të gjitha këto ndikojnë në kthimin e lanxheve të humbura gjatë ditës dhe hidratohet. Mandej hahet me 2-3 orë me fillon, kthimi glikogjen, rritet sheqeri në gjakmin e herë, pra energjia rikthehet. Mandej pas 1 ore pushim, fillon me hangër shujtën kryesore, e cila do të jetë e pasur me karbohidrate komplekse, proteina që ndihmojnë në ndërtim të muskuleve dhe vërin dyna të shëndetshme. Pasi që hangër shujtën kryesore, sportisti do të rikthejë të gjithë energjitë e humbura gjatë ditës, edhe gjithë lanxhet e humbura do t'i kthejnë në nivel. Do të ketë shumë energji, do të jetë shumë i më i fuqishëm. I lëndë mandej 1 orë pushon, me qëllim 1 orë 2, me qëllim që ta tret lukët e pak organizmin, mos të ketë fryrë ngarkesë. Pas 2 orë sportisti do të ketë një forcë, do të jetë shumë stabil në forcë, në kapacitetet e tij do t'i arrijë në maksimale, por stërvitjet më të rënda që e tham më herët 2-3 orë pas kohës